300 dhe ha grosh në pikë mëngjesit. Dhe një shpërthim në Malta. Nuk e di a shikohet nga mbrapa. Sa bukur. Ku jemi? Ne? Një rreth. Alien. Duk vetja si ato filmat e vjetër europian kur shkoja në pushime. Koj sigurisht për politikën, për krimin, për mafian, bëri dealin direkt marshiti. Ja, kur vjen gjumi, lodhja ose ushqimi, hapu qiell. Ja, prindrit, jashtë bashkë. Duhet qyteti heshtru të ndjesive që krijohen. Stacionin e tragjetit dhe po presim për të lërë biletat për të shkuar në Kosovë. Sa po bëm biletat dhe kushtonin 4,65 € vajtja ardhje dhe ardhja vlen për 6 muaj me sa kuptova, po. Dhe bato është e falas dhe më duk shumë lirë në krahasim me disa gjëra të tjera. Erdhëm me autobus. Një gjë pozitive e vendit ku qëndruam këtu ishte fakti se je kudo afër me autobus, nuk është se je afër me atraksionet e qytetit, siç mund t'jesh nëse qëndroni në Valeta ose Sliema, por mi ka kapur bato këto. Por je shumë afër me çdo atraksion tjetër. Ne jashtë hotelit kishim të gjitha stacionet e autobusit dhe realisht, nëse nuk do ishim me baton dhe nëse do ishim pak të lodhur, sepse ditët e parë ishim shumë të lodhur dhe nuk është se na funksiononte shumë truri, mund shkoje kudo me autobus në çdo vend. Ja, ne për 10 minuta erdhëm këtu tek Ferry dhe çdo gjë në rregull. Mund shkoni edhe tek Popej me autobus, mund shkoni edhe Medina vajtëardhje me autobus. Zhamelia për një zgjidhje për plazhet e bukura me rër dhe për të lëvizur kudo me autobusa, pa patur nevojë për makina, e kështu me radhë është perfekte. Sigurisht autobusat mund të qëllojnë që vënojnë dhe duhet prisni pak për shkak të trafikut, rrugëve që janë duke bërë, e kështu me radhë, por mendoj që është një zgjidhje perfekte. Dhe sikur mos kishit fëmijë, sigurisht, në rastin tonë me baton jemi pak më të kufizuar, sepse këtu në zonë ka dhe shumë atraksione natyrore ku mund të shkoni të bëni hiking, të lëvizni, të shkoni të shikoni sunsetet ndryshme, që ne paktën na pëlqejnë shumë për të bërë. Tani, Hekri po merr pak ujë te makinetat dhe po presim që të hypim sipër tek Ania. Gjithashtu, nëse doni të bëni disa ture, kishte gate të dedikuara për turet dhe këtu jemi vetëm te gate i dedikuar për ne që shkojmë në Goco dhe qëndrojmë në Goco, jo në Komino ose në pjesët e, domethënë Gjira Ndejtej. Ndërkohë që presim që Ania të niset, po ju tregoj pak nga brenda. Duk vetja si ato filmat e vjetër europian kur shkoja në pushime. Kjo është pjesa e kafeterisë. Ndërkohë këtu drejt ka një market më i madh marketi se sa Ania, bëj shaka. As afër aty ku kemi qenë s'ka pas markete kaq të madh. Ai këtu keni mundësi të organizoni dhe turin me autobusin e kuq që hip dhe zbret për të parë Gozon nëse doni. Ja, këtu futa tek pjesa e marketit, se nuk dua t'ju drejtoj kamerën njerëzve, se duket kështu si e pakëndshme. Ndalova tek zonja e autobusit, më bëri dealin direkt marshiti, po unë i thash do flas, thank you. I thash do flas më herë me burrin, më shumë doja të merrja hartën, që të kuptoja pak a shumë se ku ishim, ndalesat, më përmendi sigurisht Game of Thrones, se ja, kjo është harta pak a shumë e Gozës.
Gjithsesi ishim duke komentuar me Hekrin sot mëngjes. Hekri po los me lodën me batën, po ishim duke komentuar kush dreqin. Do ta gjeni vetën në sa situatë, do këndoni këngë. London Bridge is falling down, falling down. I këndoni këngë. Shikoj ai sa do më het një puti. Ai e rushin, ka qenë gjithë ide. Po rushin e la, me morë me vete, ja. Edhe po ju thoja, sa Hekri së mëngjes kush dreqin dhe ha grosh në pikë mëngjesit, se këto anglezët, në pjatën e tyre, grosh, bacon, vezë, nesë, unë për shembull kam ngrënë vetëm një vezë, një salcice, pak kastravec, pak kose mora, se isha shumë keq nga stomaku, dhe akoma s'po e tresim dot ushimin. Imagjino këto tjerët që çka kanë ngrënë. Erdhëm në Gozo! Pusimi ishte shumë i shpejt dhe përfituam nga rasti që Bato hëngi rush, hëngi ca nga këto që ablem raqe, po në pushime bëjmë disa përjashtime të vogla edhe tani do shohim, do thrasim ndoshta një boll dhe të shkojmë nga ana tjetër e ishullit. Dhe tani po presim Boltin dhe t'i drejtohemi hotelit. Më duken qukat akoma dhe më shumë, edhe pse kam marrë shumë diell, po. Erdhëm nga ana tjetër e ishullit dhe që ka shumë bukur, shumë karakteristike, me pemë, me lule, me këto farmhouse tipike malteze. Erdhëm me këtë zotrinë e B&B's, merre se marr karrocën dhe na pa që ishim pa makinë, se si përfundim, njerëz ishte një dështim total. Nëse doni të merrni makinë me qira kur vini në Malta, bëheni 4 muaj para, sepse na përgjigjeshin emaileve një ditë po, një ditë jo. Dhe nejse, morëm Boltin. Ai Boltit ishte portugez dhe tha që po punonte këtu, do blinte një si tip prone në Brazil, dhe do shkonte të në Brazil. Pastaj ishte shumë fani se do gjumë ca muhabete të Portugalisë e kështu me radhë. Tani, arritëm tek B&B-a, ato po e sistemonin, se check-in ishte në orën 3, por kjo zotria e pa që ishim pa makinë, pa asgjë dhe na solli këtu. Shumë nice. Ne do merrshim boll. Po, ne do merrshim boll dhe s'na la dhe tha po ju çoj te stacioni autobusit, pastaj tha jo, tha e di çfarë tha, po ju çoj unë, tha diku. Edhe na solli këtu te Duera, se një gjë e kam pas shumë vështirë këtu në Maltë, ndryshe nga vendet e tjera, ishte të thoja emrat e gjërave. Dhe tani kemi ardhur në një si tip zone që quhet Duera, që bëhen dhe diving, që ka një shpellë, që ka ca restorante, një kish, që do i shohim avash avash. Ullëm në një nga këto vëndet këtu bare, nuk
e di si quhen, edhe çfarë më pëlqen e këtij keki është shumë tradicionale, më tipike, më pak më wow, sepse atje jo se nuk ishte, po ishte shumë çdo gjë pak më turistike. Këtu nuk e di, më bukur. Dhe ja gjëra që porositëm. Kjo është tipike maltese, edhe këtu pak patate dhe bira e parë për këto pushime. Mbas drekës përfituam të qëndrojmë pak këtu dhe gjetëm këtë bregun e vogël, ja ku është bato me hekrin. Këtu mbrapa lam karrocën, po më duket vetja pak se jenë në për film. Shumë bukur. Këtu mund të bëni edhe ture për të parë kostën e ndej dhe kushton 5 euro personi nga 3 vjeç e sipër dhe futeni nëpërmjet kësaj shpellëse. Përveç se të vlaheni si që bëmë ne, ndodhet dhe një kish dhe gjithashtu mund të bëni hiking. Nuk e di a shikohet nga mbrapa, sa bukur. Por ndërkohë hiking vazhdon edhe andej sipër jashtë. Shumë bukur. Batën e zëri gjumi, faktikisht e ndrova të gjithin dhe kërkoj të vinte në krahët e mi kur pash orën 2:30 dhe vetëm e kam shtrirë në karrocë me një badi që ja veça me më shkurtra dhe kisha një nap kështu nga ato pambuk organik i lehtë dhe thjesht ja mbulova pjesën e këmbëve dhe tani është me hekrin e hije, ndërkohë që unë kalova pas pak se smundria sepse realisht që ka shumë bukur. Zotëria që menaxhon te Airbnb në hotelin që na solli deri këtu na këshilloi që të marrim autobusin për të kthyer. Autobusi teorikisht vjen për 5 minuta tani, por do shohim nëse ndal atje ku na intereson ne, në atë fshatin ku ndodhemi. Sapo arritëm tek Airbnb dhe do t'i tregoj pak domën, mbas vazhdon flen. Sa po hym, ja, është banjoja. Shikoj, kjo është një farmhouse tipike, shpe sa bukur. Shikoj, sa bukur. Okej, karrocat vatos, shikoj në habazurin. Tani futemi këtu. Shikojni. Kjo është një farmhouse malteze, e rikthyer në Airbnb me pishinë të çdo gjë. Më kujton pak Kapadokën në Turqi, ku flien në shpellë, ku kishin mbajtur strukturat e vjetra. Edhe këtu kanë bërë po të njëjtën gjë, kanë bërë ndërhyrje shumë të vogla. Këtu na kanë lënë dhe disa gjëra, things to do in Gozo. Këtu ishin, faktikisht dhe këtë e provuam. Na kanë lënë dhe 2 karikuse, adapterët, kjo do t'jetë dritë besoj, një welcoming, tu flet për shtëpin, ujë, na pas kanë lënë një verë, okej. Dhe këtu më kishin lënë qelsat brenda, një welcome, detajet shumë të lezetshme. Përveç se ishin shumë të sjellshëm. Hello miq. Ja ku jemi sërish, pas një break të vogël.
dhe po dalim pak në qytetin e këtij fshati dhe të shohim pak sa bukur është. Jemi duke pritur Boltin dhe Bolti që erdhëm nga lokationi që ndodheshim në Drek ishte shqiptar dhe na foli shqip. By the way, se bukur ky muri. Dhe ja se erdhi Bolti tjetër dhe e po fut karrocën. Ai është shqiptar dhe kam përshtypjen ishte i martuar këtu në ishullin e Gozës, se tha jetojnë gati 3000 shqiptarë në të gjithë Maltën dhe kryesisht djemt tha janë të martuar. Që them pak pse kam zgjedhur që të vim në Gozo është për të o zot sa bukur. Domethënë çdo cep është i bukur, shikoni. Sepse Gozo jeta këtu është pak më e hoqa hiqe fonë. Dhe siç po ju thoja, erdhëm që të përjetonim pak jetën tipike malteze dhe pak më të qetë. Dhe them drejtën po na pëlqen shumë. Disa nga ju më shkruajtë në Instagram kur thashë të vija në Malta që Gozo ishte pak boring, por them të drejtën për çfarë pëlqejmë ne natyrën, gjërat pak më tipike dhe fakti që jemi me baton dhe që po flem këtu, mendoj që është super. Paktën tash për gjërat që na pëlqejnë ne, sepse në fund të ditës ose secili e zgjedh vetë tipologjinë e pushimeve që do të bëjë. Gozo është ishulli i dytë në Malta pas main Maltës, domethënë që për madhësi, këtu jetojnë njerëz, por sigurisht jetojnë më pak. Me sa kuptova, mbahen me turizëm, edhe pse më përpara Gozo ka pas qenë një qendër ferme dhe peshkimi, dhe kjo u vure edhe besoj nga arkitektura dhe sidomos nga si fshatrat e peshkatarëve që shkuam edhe sot dhe besoj ka qenë fshat peshkatarësh. Paktën unë e mendoj kështu, duhet të pyesim pak çfarë më bëri përshtypje të shoferit të Boltit që ishte nga Portugalia. Ishte fakti që kur ankohej për Portugalinë, thashë që është vend shumë i bukur, më i bukur në Europë dhe çdo gjë, por ankoi sigurisht për politikën, për krimin, për mafian, dhe kur fliste ai më duke sikur dëgjoja që po flisim për Shqipërinë. Dhe po i thosha herkët që në fund të ditës, më duket se gjithë vendet në Europë, s'po flasim 100%, po një pjesë e madhe e vendit në Europë kemi të njëjtat probleme që është korrupsioni, mafia, politikat kundër nesh vendasve, ekonomia cop e kështu me radhë. Dhe i thash herkët e dëgjove, i thash neve, i thash mundohemi të ikim jashtë shtetit, ato që janë tek ai vendi që duam të shkojmë ne, kanë ikin dhe vetë për të njëjtat probleme që ikim dhe ne. E ju tregova që jemi në anën e kundërt të tragedit, pra kemi bërë cep në cep, mund të ketë qenë 20 minuta, është shumë afër me njëri tjetrin. Sigurisht dhe këtu janë xhiruar skena të Game of Thrones, por përveç kësaj janë disa tempuj që datojnë akoma më përpara se vetë piramidat e Egjiptit, dhe përveç kësaj Gozo është përmendur dhe në Odisen, kështu që kush ka qef historinë, kush ka qef gjëra pak më ndryshe përtej plazhit ose festave, partit në Malta, mund të vi sigurisht të vizitoj Gozën dhe për këto gjërat e tjera. Një gjë nuk kuptuam kur hapeshin dyqanet dhe vendet këtu, se mund të them 90% e restoranteve, dyqaneve ishin të mbyllura. Ishin në orare, se ishin vija dhe market. Po, pra ishin në orare të reduktuara, edhe pse është qershor dhe besoj që është sezon, nuk e di. Gjetëm një vend shumë interesant me një rooftop dhe besoj i pak me ca bukur që ishin. Tani do shohim, menut nuk është se janë ndonjë gjë wow, por që pak a shumë një lloj në të gjithë Maltën. Çfarë më bëri përshtypje ishte që këtu kushtonin shumë më pak se në Melieja. Ishin diku tek 3-4 euro më pak çmimet dhe kaq të shohim tani se si janë. Dje ka patur dhe një shpërthim në Malta dhe shumë
persona në Instagram kanë filluar të më shkruajnë sepse mendonin mos isha afër, ka ndodhur diçka si tipi gërdecit. Ka ndodhur në mëngjes herët rreth orës 6 mëngjesit dhe ne s'kemi ndjerë. Një, sepse ka qenë shumë herët dhe nuk është se ishim gjumë, si isha zgjuar, por që nuk është se dëgjova, dhe dy, sepse ishim pak larg nga zona e ndodhis, fatmirësisht, kështu që çdo gjë është shumë mirë kush e kishte menduar që do vinim këtu dhe do ndodhte kjo gjëja, por që rëndësi ka, ne ishim në rregull dhe nuk ishim afër zonës sepse shumë shtëpi ju ishin shpërthyer xhamat, ndërkohë ky është bato që nuk rrin një sekond vendit. Hello. Erdha Bato! Hekër, sa shkon kilja e kaktusit këtu? Sa shkon kilja e kaktusit? Njerëz e kemi marrë kthimin në shtëpinë këmbë, se kuptuat, unë hoqa gjithë gjingla-minglat për të qenë më praktike, vesh edhe xhaketën, sepse filloi u freskua pak, veshëm dhe baton në shtrim karrocë, dhe ndërkohë po komenton çdo kamion që po sheh, sepse këtu zona është shumë tipike me makina për ferma. Sa po kishte një vreshtari, apo sa kaloi dhe autobusi. Dhe ne ishim atje, shikoni sa bukur. Ishim duke diskutuar me Hekrin, pas ka the Walt. Ishim duke diskutuar me Hekrin se sa e lidhur me fen katolike është Malta. Unë e kuptova nga prania e kishave, shumë kisha, kudo, dhe ishin shumë bukura. Dhe përveç kësaj kishin përgjithsisht shtëpit ikona, shënmërin, pash dje në Medina, dy fëmijë që po bënin pakzimin dhe ishin duke u bërë foto, kishin veshur, pra e pash me detaje, si njëherë një kohë, dhe më bëri shumë përshtypje sepse sa po kalojnë vitet dhe po ustoj, për herën pak po e shoh këtë gjën. Nëse unë jam katolike vetë, sepse unë jam me origjinë nga Rrësheni në Mirdit, që jemi të gjithë katolik atje, dhe jemi mësuar pak a shumë me këtë gjëra, pavarësisht se unë ju kam thënë që ka vite që nuk është se i ndjek të gjitha zakonet, traditat dhe kështu me radhë, por këtu më bëri shumë përshtypje, duke qenë se kur erdhëm, mu duk arkitektura sikur ishim në Marok, dhe në mes të këtyre kubave me tulla të verdha, shije këto katedralet madhështore. Dhe ishte gjë shumë interesante. Dhe ja, për t'ju konfirmuar, sërisht shikojeni një tjetër afresk. Dhe kjo kudo në çdo fshat që po hecim në këtë anë të Gozës, por nuk besoj se është vetëm kjo ana. Hekri po më thoshte që kishte lexuar që ishte në të gjithë Maltën dhe Malta vazhdonte të ishte akoma një ndër të paktat vende që ishin nën papatin, që janë më saktë nën papatin e Vatikanit. Kjo duke përfshirë dhe Shqipërinë, duke përfshirë edhe Italinë dhe disa vende të tjera, sepse po më thoshte Hekri që kur është kisha protestante, shumica e vendeve kanë kaluar nën kishën protestante. Bato është në fazën që nëse i themi një fjalë ose një shprehje e ripërsërit një lloj, dhe tani po i thoja Bato, të pëlqen Malta? Po thoshte më pëlqen Malta. Dhe shumë fani dhe ne qeshim shumë me këtë gjë, domethënë për herë rritet e për herë bëhen shumë cute, pavarësisht se kanë dhe ato fazat që kur vjen gjumi, lodhja ose ushqimi, hapu qiell. Kjo pas ka bërë pak Carlotta, e pas ka bërë pak stil
Santorini, ne po komentojmë tani. Edhe kjo me siguri do jetë një nga këto shtëpit Airbnb, sepse me qa po shoh, kjo zona e Gosos po shndrohet në tip B&B-sh me pishina, nga siç e kemi dhe tonën. Po, ja dhe këtë e kam braktisur, shive sa bukra janë. Ndërkohë doli një qen. jo, ishte i vogël, po një moment thash e hëngra. Për të vërtetuar atë që po ju thoja, ja shikojeni, dhe këtu ka elementet e fesë katolike. Dhe kjo më kujtoj pak Amerikën Latine, sikur ti jesh atje. Se thash më bëri përshtypje kjo. Po komentojmë me Hekrin që këtu do kishte qenë shumë lehtë japësh makinën, sepse në Gozo, ndryshe nga Malta, ka më pak trafik dhe ka parkim, ishullisht i vogël. Sigurisht janë disa zona me rrugica të vogla ku janë dhe që ikin dhe që vinë, pra në dy drejtime, dhe bëhet pak më vështirë, por sërish këtu besoj nëse arrini të rezervoni shumë kohë para, jo si ne që bëm një javë para dhe nuk arritëm dot, ai personi që ka B&B-n që jemi ne, na tha që duhet t'i rezervoni dhe muaj para, unë thashën vete. Pronarët e Airbnb-s ku po qëndrojmë ne, përveç këtij Airbnb-s ku ndodhemi ne, kanë dhe një tjetër më duket dhe na treguan që 2 vajza shqiptare punojnë për to. Këto janë të 2 nga Malta, dem baba dem, kanë lindur rritur këtu dhe po lexoja sepse kishte një prezantim shumë interesant, ju tregova që në fillim. Lexova që këto për shkak të dëshirës së madhe për të njohur njerëz, për të qenë në kontakt me njerëzit, kanë vazhduar këtë punën dhe mendoj që kanë bërë shumë mirë. Dhe ja ku jemi tek bloku i Airbnb-s që ndodhemi, po pra ja këtu pas ka edhe një kënd lojrash. Okej, ja pas kam vënë emrin. Pas vizitës në Gozo, kur e pas na bërë. The position of this children playground means it's also a viewpoint. Valley of Weed Rehab features. Okej, thot që është kjo këtu. Valley kjo këtu, me këtë emrin si me qenë bar. Dhe kur bëni këtë rrugën, drejt në malore dhe arrini në qendër. Dhe është qendra e qytetës, besoj, Garb, ku keni. Po, neve këtë herë unë kam dështuar totalisht me emrat. Po, nuk e di na a e lexon hën, a e lexon lën, a e lexon, nuk e di. Duhet ta studioja këtë gjë paraprakisht. Shive si vjen ku jemi ne. Okej, një rreth. Alien. Stacion. Po që ka bërë në formë rrethore. Aty ishim ne? Jo, thjesht po shoh që është më doli këtu afër. Okej. Një church. Dhe sa po pam disa si shenja arabe dhe jemi kurioz sepse nuk kemi parë asgjë të tillë. Madje po në të gjithë Maltën vetëm një xhami zyrtare ka. Dhe pra vazhdoj me teorinë që më bën shumë përshtypje. Dhe ja